I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. But with that being said, I would say right now, Israel, from the standpoint of winning a war, is doing pretty well. They want to see me in the White House. That's a big statement, but it's very late. Pëllumbi, kujt Trumpit I besojnë? Trumpi tha që je shumë vonë, s'ka më kohë për Iranin, para pak orësh, pra po themi dje. Sot mas dite, ose do më sot në drekt me kohën amerikane, pra me atë brezin e orarin, thot që jo, po japim dhe 2 javë kohë për, sepse ndoshta mund të ketë inspirat për negociata. Cilit Donald ti besojnë? Për atë që ishte vonë, fillu në ditën e 6 sulme, ndërsa për faktin që I ka lënë 2 javë kohë, besoj që ai e man fjalën që thotë, sepse aktualisht është edhe nevojshme për stabilitetin, për t'i lënë mundësi, t'ulen diskutojnë për paqen. Kështu që këshilltarët vetë Trumpi e shef të arsyeshme që t'i japin 2 javë kohë Iranit, që t'ulen diskutojnë dhe gjenjë zgjidhje. Këto 2 javë kohë për e Iranit dhe po merë për vete. Të dy palëve bashkë, sepse në luftë. Në MAGA, Make America Great Again, ka përduar debati që premtimi elektorale, platforma elektorale Donald Trumpit ka qenë kundër hyrjes së çdo lloji lufte. Ka qenë premtim elektoral. Premtim elektoral. Po pra, premtim elektoral për çdo mori vota. Ta refuza në këtë luftë. Do të thonë 4-5 muaj mbasi hyri në për tronën, është një problem. Por nga ana tjetër kemi një paralajmërim apo një sugjerim negativ nga ana e Rusisë dhe nga ana e Kinës, që thuhet se ndoshta dhe po ndihmojnë Iranin jo pak në dërgimin e armëve të sofistikuara. Për sa I tokon premtimit elektoral. Është trembur Trumpi apo po arsyeton Trumpi apo? Ai është duke arsyetuar, duke menduar. Sa për Trump nuk është Trump as pak. Premtimi elektoral I tij përveç faktit që me hi në luftë, ka bë dhe një premtim elektoral që Irani s'do ketë bombë, dhe këtu e ka thënë prej shumë viteve për thamore. Dhe Iranit ja la mundësinë për të ulur në trezën e bisedimeve,